Shikues e Vision Plus, përshëndetje, do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shkëpuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti ka qenë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, për pjesën më të madhe të ditës, përjashtuar të vranësirat e pakta dhe kalimtare në orët e mesditës dhe pasdites, kryesisht në relievet të larta malore në lindje të vendit. Iran ka fryrë me drejtim kryesor nga kuadrati i veriut me shpejtësi 3 metër për sekond në Lugina dhe Bregdet. Era ka fituar shpejtësi deri në 6 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë i ulët i forcës 1 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 8 deri 27 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 9 deri 30 gradë dhe në Bregdet nga 11 deri 30 gradë Celsius. Për ditën e hënë, moti parashikohet jetë i kthjellët me vranësira kalimtare në orët e mesditës dhe pasdites. Për gjatë zonave luginore do të kemi prezencë mjegullës dhe mjegullinës në orët e mëngjesit. Era do të fryjë me drejtim nga jugu dhe juglindja me shpejtësi mesatare 5 metër për sekond. Dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë sërish i ulët i forcës 1 ball. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet jetë kryesisht i kthjellët me vranësira kalimtare për gjatë reliereve malore të rajonit, shoqëruar me reshje të dobta shiu në majat e maleve. Kontinenti evropian, pjesën më e madhe e tij, do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, të cilat do të cëllin mot me kthjellime, vranësira kalimtare. Ndryshe pritet të jetë situata në Europën qendrore, në vendet nordike, në Europën verilindore, ku parashikohet kemi mot kryesisht me alternim me kthjellimesh dhe vranësirash të dendura, shoqëruar me reshje shiu në formën e shtrëngatave. Duke i përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.